A është zgjidhje që ne ta largojmë vazhdimisht nga këto ambiente për të shmangur një meltdown? Atëherë, këtu qëndron në fakt Bora dhe diferenca midis tantrumeve dhe meltdown. Duke qenë se meltdown është një reagim i individit ndaj një stimuli ndjesor që është shumë i perceptuar shumë i madh për fëmijën, në këtë rast po flasim për fëmijën, atëherë i nevojitet ndihmë. Dhe në këtë rast, gjëja e parë që ne duhet të bëjmë është që të përmirësojmë situatën në cilën ndodhet fëmia. Është emergjencë, është pjesa është emergjencë, që neve ta qetësojmë sistemin nervor. Po. Domethënë, sistemi nervor në këtë rast është në alarm, edhe organizmi, dhe nuk është momenti i dur për t'i mësuar diçka fëmijës. Një sjellje. Madje rekomandohet që edhe komunikimi verbal i prindit ose personit që është afër me fëmijën të jetë sa më i reduktuar, i qartë, me tonalitet të zërit të lehtë, sepse shpesh shikoj në analizën e sjelljeve që prindrit mbajnë, ose edhe personat e tjerë kujdestarët, po edhe terapistët mbajnë të dhënat, ka në disa raste ka një tendencë të rritjes së tonalitetit të zërit, duke menduar që fëmia nuk të dëgjon në momentin që angazhohet në këto meltdown.